Normalisht tani në fundin e kampionatit mendoj që çdo sfidë është e rëndësishme dhe çdo ndeshje është e vështirë. E dim që Flamurtari ka një ekip shumë të mirë pavarësisht pozitave. Mendoj që do jetë një ndeshje e vështirë dhe ne do të shkojmë atje 100% fokusuar. Normalisht edhe ndaj Bylisit prodhuam shumë, krijuam raste. Ndoshta nuk ishim te loja jonë e bukur, por rastet e krijuam edhe nuk arritëm të fitonim. Por gjithsesi nesër mendoj që është një ndeshje krejt ndryshe dhe ne duhet fillojmë të reagojmë dhe të mësojmë nga gabimet, sepse mendoj që janë 3 pikë shumë vendimtare. Seriozisht, unë mendoj që në çdo ndeshje me seriozitet dhe siç e thash, janë çdo ndeshje, sidomos tani në fundin e kampionatit është e vështirë dhe normalisht në kategori superiore nuk kanë ashtu të lehta. Po ne thjesht duhet shkojmë dhe duhet jemi 100% të mobilizuar siç kemi qenë ndeshjet e kaluara. Është shumë e sigurt që Vllaznia është vetëm veten e saj dhe gjithmonë ne duhet ta shohim vetëm sepse edhe në rast gabimeve të kundërshtarëve nëse ti nuk fiton, atëherë ajo shikim që ti ke bërë për ta nuk vlen më. Kështu që ne duhet shikojmë vetëm veten dhe të jemi të fokusuar vetëm tek vetja. Më vjen mirë që u kualifikuam, jemi edhe në gjysmëfinale. Kështu që pak rëndësi ka kush mund të jetë kundërshtar, rëndësishme për ne është të jemi edhe atje të mobilizuar sepse pse mos të luftojmë të dyja frontet. Po mendoj që kemi tregu që i kemi forcat, por gjithsesi unë mendoj që nesër është një ndeshje akoma më e vështirë dhe duhet jemi të fokusuar tek Flamurtari përpara kupës. Po ne gjithmonë shkojmë vetëm për të fituar, pastaj pavarësisht si mund të marrë ndeshja, siç e thash, për këtë arsye duhet jemi vetëm të fokusuar dhe të mobilizuar për të shkuar nesër dhe për të nxjerrë më të mirën. Pastaj rezultati është edhe në dorë të Zotit. Po, unë e kam thënë edhe më përpara në intervista tjera që mendoj ky është grupi që unë kam kaluar më bukur dhe më mirë bashkë me shokët e tjerë, duke marrë parasysh edhe jashtë fushë, sepse jemi shoqëruar shumë jashtë fushë, kemi ndeti grupi bashkum dhe kjo ka qenë shumë pikë fort për ekipin ton dhe kjo mendoj që na ka dhënë një shtysë akoma edhe më të madhe. Po, ky është vitimi i parë. Ti ke shumë vite këtu gjesh dhe mendoj që unë paktën e kam atë ndjesinë që Vllaznia gjithmonë i ka pas tifozët, do i ketë gjithmonë, pavarësisht se shumica thonë jo, po kritikues, tifozi është pjesë e Vllaznisë dhe kjo është gjë e bukur, unë gjithmonë e kam thënë dhe vetëm pres tifozën në stadium, sepse mendoj që ky qytet e meriton. Po normalisht unë futem gjithmonë për domet mira, pastaj në rast se nuk e jap dot më të mirën, mendoj që nuk do isha as informacion, as nuk do isha pjesë e Vllaznisë, por mendoj që jap gjithmonë më të mirën dhe sidomos për Vllaznin pas tyre 25 viteve, mendoj që Vllaznia meriton. Po, jemi konsoliduar mirë dhe ç'është më e rëndësishme është që kemi pas disa fitore radhësi, edhe kjo na ka shërbyer, kemi pas disa ndeshje pa psuar gol. Ç'është më e rëndësishme është që jemi 20 futbollistë dhe konkurenca është ajo që bën mua më të mirë, bën dhe shokët tjerë më të mirë. Po, janë edhe 10 finale dhe kanë qenë kështu deri në fillimin e kampionatit, çdo ndeshje ka qenë si finale.